Vjojmë, njëstim komunikimin së bashku, duke diskutuar të paktën si temë dite, përvestimin e Shqipërisë në bordin e paqes, takimin e parë inaugurues ditën e djeshme, por si e vlerësoni, si e konsideroni, si ju duket e fjala e kryeministrit Edi Rama, i cili ndër të tjera pra në një farë mënyre ngriti edhe çështjen e ish-krerëve të UÇK-s. Edhe Vjosa Osmani ishte pashtu e pranishme dhe çështje tjera të aktualitetit që mund t'i diskutojmë. Mirëmëngjes, përshëndetje, pa humbur kohë të marrim bisedën e parë në studio. Në 69, 60-13, 649 doni pjesë me zë dhe me figurë. Mirëmëngjes, po brenda në shtëpi je. Shi i madh, po edhe me syze dielli apo ke ndonjë problem? Kam i problem me synin. Okej, të shkuara, se bësh ka, të shkuara. Të dëgjoj me kënaqësi, ditën mbar. Po. Faleminderit. Më thuaj. Po. Ma merr mendja se gjithë populli shqiptar mori një lajm të gëzueshëm. Që ishte? Dje në Amerikë. Që ishte? Që ishte denancimi për krerët e UÇK-s në Shtëpinë e Bardhë. Kjo është një lajm shumë i madh dhe madhështor për shqiptarët që duhet bashkohen kudo që të jenë. Mendon se Trump do të bëjë diçka e tjera, po? Ma merr mendja se po. Ose do të ketë ndikim fakti që kjo çështje u ngrit edhe në një takim nivelit shumë të lartë ndërkombëtar? Besoni që po? Kjo do të bëjnë më tepër, po, kjo do të bëjnë më tepër e mohon sepse u ngrit në momentin e duhur. Okej. Dhe Edi Rama e preku Trumpin aty ku ishte një pikë nevralgjike. Okej. Tjetër? Tjetër ma mendja se kisha vetëm një koment në opozitës që grehina opozitës që mas kalon Atlantikun. E kaloi Atlantikun. Dhe Berisha ma mendja do t'i lënë Moletovët nëse është shqiptar, nuk do t'jetë kundër shqiptarisë. Dhe Berisha ma mendja me 20 shkurt sonte nuk ka mundësi të rrëzojnë mua një komunist dhe një sekretar partije të rrëzojnë shtetin. Ka që isha në asgjë tjetër. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Ju përshëndes për telefonatën, vjojmë me një tjetër opinion. Përshëndetje, po edhe ajo që thanë fakt, në mënyrën e tij, sepse dihet ata që do të ndjekin më shumë, lexojnë më shumë mënyrë e presidentit amerikan Donald Trump, edhe që i tha Vjosa Osmani të shumë rëndësishme që nëse nuk shkoni mirë me Serbinë, në një farë mënyrë më bëj një telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, ju gjej me vëmendje dhe kënaqësi. Më thuaj. Kaloni mirë? Në përgjithësi mirë, ju lutem nuk diuni pak zërin televizorit ose diçka, po besoj jemi më thuaj. Për temën e ditës. Patjetër. Nëse ke diçka për temën e ditës, në rregull. Nëse nuk ke, më thuaj për çfarë të dëshironi. Për paqen për ato që Shqipëria kontribuoj me politikë. Të lutem, largohu pak nga telefoni, të lutem, pa ju bezdisur. Okej, po. Kupton, vetëm me anë të politikës që ka deklaruar aty, se me fonde nuk e përballojnë dot, sepse jemi shumë të akoma për këto pronë. Si do duk fjalimi i kryeministrit, i Ramës? Mirë. Dhe ju, këtë pjesëmarrjen e Shqipërisë në bordin e paqes, e shihni, nuk di si përfitim të Shqipërisë apo të Ramës personale, pra të kryeministrit tona, megjithëse jo të Rama. Rama është një individ. Sot është, nëse nuk është. Po, patjetër. E kuptoj, po pyetja besoj është legjitime. Ne themi nuk ka pyetje të gabuar, prandaj Po ju flasim direkt nga Italia. Nga Italia. Në Itali. Se në Vlora. Po. Dakorde? Kemi dhe në një opinion. Ju dëgjojmë gjithë. Faleminderit që na ndiqni si familje. Faleminderit. Miru pafshim. Okej, ju përshëndes. Ju falenderoj për telefonatën. Ne ecim me një tjetër bisedë në studio. Përshëndetje. Mbetemi në Itali, të përshëndes, zoti Muhamet dhe mirëmëngjes. Po mbetemi në Itali. Më dëgjon besoj. Jam shumë i surprizuar, Andi, mirëmëngjes i hera, turoj një ditë të mbarë. Faleminderit. Si ka mundësi që një artist i shkëlqyer si Edi Rama në kohën që kishte, në pak minuta, në pak sekonda,
arriti ta tregojë se Shqipëria me të vërtet ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë për krah Kosovës. Është një iniciativë jashtëzakonshme. Ta thuash përpara Trumpin këto momente të vështira që po kalon Evropa dhe bota, që ne mbrojmë ato të Hagës dhe gjyqtarët e gjitha. Për mua është një artist i shkëlqyer, nuk e di se çfarë kërkojnë njerëzit tanë në Shqipëri dhe sot pas dite do bëjnë greva. Po pse si bëjnë ato grevat, ato mitingjet në orën 12 drekës, po shkojnë i bën 6-7 dagës, 8 dagës. Sepse aty është rësirë, do bëjnë në papëre, unë jam i sigurt që. Unë s'kam besim te Sali Berisha dhe te grupi i tij. Ata do bëjnë diçka patjetër sot. Por bota nuk i don, nuk i afron. Nuk kanë çuna të ri që komandojnë Partinë Demokratike, ai do dalin në pension. Stop, asgjë tjetër. Gjithë ditën e mirë, ju uroj gjithë mirat e kësaj bote atij dhe gjithëve. Për mua rasti i djeshit i Edi Ramës ka qenë një rast i shkëlqyer, momenti më i shkëlqyer dhe fjalët e tij kanë qenë të arta. Nuk mund t'i mohoj njeriu dhe nuk mund absolutisht nuk mund thotë njeriu që ka folur në një moment gabuar dhe një fjalë të gabuar. Ai ka folur atë që ka ndjer shpirti dhe zemra, dhe unë jam shumë i kënaqur. Falenderoj Andi shumë. Faleminderit. Uroj një ditë shumë të mbarë sot. Ju dhe gjithë stafit tuaj. Falenderoj shumë. Edhe unë për telefonatën, ecim me një tjetër mendim. Ishim me zotin Muhameti, i cili në telefonon për nga Italia. Përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program, të dëgjojmë me kënaqësi. Unë po e nis disi ndryshe fjalën time. Si të dëshironi, patjetër. Dhe populli thotë kështu. I natin kia të drejtën thuaja. Unë nuk jam simpatik as i Edi Ramës, as i partie politike. Unë dua veç atë dheu. Po për dije Edi Rama ka shkëlqyer dhe unë si qytetar shqiptar po të isha mësues do t'i jepja notën 10. Nuk kam gjë më tepër të shoh, jam shumë i emocionuar. Unë dua atë dheun. Dhe atë dheu im është deri në Dardani, nuk është vetëm sa janë kufit. Absolutisht, po, patjetër. Për këtë jam shumë i gëzuar dhe uroj që të ndodhi diçka e mirë për ata. 4 martir do ishte. Nuk di nëse ke diçka çfarë pret nga protesta e opozitës sot. Është dhe 20 shkurti, dita e rrëzimit shtatores etj. Si e gjykon apo do presësh dhe flasim nesër? Di nuk desha të futem, po me qenë se më pyetët, apo e jap mendimin tim. Ma thuaj, shkollimisht. Unë për këtë punë jam për t'ju pyetur, për t'ju ngacmuar, më thuaj. Nuk pres në gjë të re, ndoshta Molotov është një ritualja se partia tani, dhe unë habitem me këta, habitem së në drejtën, pavarëse më shajmë patronazhist, komunist, se cili le të shprehet kënaqet me atë vend, po, unë e thash më përpara, adheu im është, ajo, partia ime është Shqipëria, dhe në mbaj mend 98-ën, 14 shatorin, vranë dorën edhe armët, jo pistoleta në këte, edhe asnjë nuk mban përgjegjësi. Nuk e di, po e mundoj shumë atë, se neve ikëm, morë marratim nga e keqja, jemi këtu, mirë keq, po e ham kafshit bukë, po më vjen keq për ata fakirët e gjorë aty. Dakor, faleminderit. Faleminderit juve që më dhatë mundësinë. Ju përshëndes për telefonatën, një mirë pritur, gjithë janë të mirë pritur. Ecim më tej, kur them ecim më tej me një tjetër komunikim bisedë në studio. Shqipëria në bordin e paqes, dje kemi parë inaugurues, kontributi do të jetë, le të themi, pak a shumë pra në një farë mënyrë me dërgimin e trupave, jo me para. Më janë mbledhur një $17 miliard spari për rindërtimin e gazës, edhe si ju duke gjithë po themi paraqitja e Shqipërisë apo dhe kryeministrit. Urdhëroni. Po, përshëndetje Shokondi. Mirëmëngjes, të përshëndes. Të ka kapur shiu edhe nga Shkodra, se s'na dole kështu edhe me figurë, po të dëgjoj me kënaqësi. Pa pra në ka fshiu se ju ndiram si u ka fish. Shumë shi edhe këtu, të merr. Më thuaj. Jo, tash për momentin është qetë. Është qetë. Jo, këtu po bie ende për momentin. Shumë njërë për natën e kalume, ishte shumë erë. Më thuaj, mos të ngelemi shumë të kjo pikë. Pa. Unë shpresoj që në animojnë zoti sot një opozitarëve që mos na binë shi,
që të shkojnë protesta sa më mirë, e sa më shumë të grumullohen mirë, sigurisht është më mirë. A do të vish dot apo jo së pari dhe dyta unë mbi të gjitha ty, po drejtojmë në këtë mënyrë, ta bëj pyetjen që çfarë pret ose çfarë duhet të ndodhë sipas jush në protestën e ditës sotme, me që është thirrur e radhës 24 janar, 10 shkurt e tjerë. Të drejtën nuk i di atë programin e protestë, se cili është si do të shkojnë sot, por në fund fundit, marrën shërben për me në gjithësu i Europian që besoj që kanë fillu mu në gjithësu, tu ju i referojmë këtu asaj që është thani Dirams që po mbrojtja e Ballukën, po thamë me fjalët e mia, po mbrojtja e Ballukën do të ketë Shqipënia pasoja në rrafshin e integrimit evropian, do të zhbohet çdo gjë që është bërë deri tash. Pakin kështu e kam në gjuhë. Po, diçka për të mbyllur, lutem, po? Po, kam për të fjalimin programatik në mbledhjen e tatë një partive të Diram që për na fryet. Shiko, ai forum nuk ka keni mbledhur për punën e Kosovës ose për punën e Shqipërisë ose për punën e Europës diçka, Prandaj nuk e konsideroj që një aty ka kënë të manë vendi, sepse nuk e ka dhe menin në duon, si mas me jetë, ajo punë. Po gjithsesi, jo se është keq, por unë vend dyshim këte. Po? Unë vend dyshim këte. Si ja ka kërku mërë zëtë presidentin Trumpi Rama, ja ka kërku si mik, ama nërhyj, si më nërhyj Trumpi, që mi thonë aty në gjykatëve dhe prokurorëve, mos i dënoni këta se janë mistë e mi, apo mos i dënoni këta se janë mistë e Dirams? Okej, po mirë, tani, shiko, të kuptojmë, po, jo, të lutem. Duhet besojmë na, duhet besojmë për shembull gjykatën apo duhet besojmë me Diramin? Një person apo disa persona? Tani, më thua, ju personalisht, doni që ata të lirojnë apo jo? Unë duhet që me kenë ato me kenë pa fajshëm. Po pra, atëhere? Një minut, ja, nuk është një loj. Atëhere, se tani në të gjithë e dim, jemi shqiptar, më kupton? Po që dinë na? Ti që dinë për shembull? Jo, shiko, unë nuk di të them eksaktësisht çfarë është bërë në rrugës sipër gjatë luftës. Po që erdhi Serbi për Kosovën, e çfarë nuk ka bërë Serbi? Edhe kosovarët, pra shqiptarët e Kosovës e të tjerë, vetëm janë mbrojtur, e kjo tani më kupton se nuk e di, po... Po tani, këtë lëmë sa gjykata që thonë 25 vite burg, apo e tjere, sa prokuroria. A ke një disa video, pa thona të... Mira, po në luft, qëfar bëhet në luft? Në luft, qëfar bëhet, po? Të falenderojt përshëndes për telefonatën. Të falenderojt përshëndes për telefonatën. Ndërhyrja një gjyqësor, pa tjetër që nuk është krejt e gabuar, kjo nuk diskutohet. Por tani ai ka tjetër, është në tjetër gjyqmi, në tjetër konotacion e gjitha. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, përshëndetje Andi. Përshëndetje, ju dëgjoj me kënaqësi. Sa për temën e ditës, për Edi Ramën dije në Amerikë, ka mbajtur një fjalim brillant. Ka qenë para eksilon për të shqiptarët. Po që ngeni emocionuar gjithë më, gjithë më dhënë që ngeni entuziazmuar, emocionuar, e tjerë. Ai nuk ishte vetë për Shqipërinë këtu, po ishte për tërë ku janë shqiptarët anë mban. Edhe ai nga populli shqiptar duhet përshëndetur. Edhe për ata se ka ngritur një problem shumë të madh atje. Dhe vetëm atje mund të zgjidhet problemi asaj Hagës, atyre martirëve të demokracisë janë në gjyq. Kështu që shpresja e fundit është te Trumpi. Okej. Ke diçka tjetër? Tjetër kam për këto vendet, se ai foli edhe për këto vendet arabe, këteja për Palestinën dhe ata, Hamasin e çan ata. Për këtë protestën e sotme? Për protestën e sotme, mendimi im është do bëj si që ka bërë herë tjera.
aty nuk do shikojmë ne gjë, do shikojmë ne Molotov, po për mendimin tim është gjë e zbet shumë sepse opinioni dhe ajo u dha në Amerikë. Nuk di do më thënë, sepse opozita i ka thënë Ramos që s'kalon do të oqeanin, Atlantiku është aty, nuk shkon do të, nuk takon Trumpin, edhe ishte opozita që shpresoj kur Trump ju rikthye. Ishte një gol ky që bëri Rama, nëse them gjuhën e futbollit, një gol që bëri Rama opozitës, apo? Ishte një gol jashtë 16-ës. Jashtë 16-ës, me distancë të largët. Okej, mirë. Faleminderit. Po, për ta mbyllur, po. Për ta mbyllur, Rama do ta dërgoj Trumpi me helikopter këtu në Tiranë. Do ta sjellë Trumpi, nuk do ta marri, po do ta sjellë. Okej, mirë. Faleminderit për shëndes për telefonatën.